Një mbrëmje magjike për Shkodrën, e tillë ishte ajo e së shtunës që mjeshtri mall Bujar Çamili dhuroi ardashësve me koncertin recital në sheshin përpara Bashkisë së Shkodrës. Në moton Shefi Bat me Shkodran, qindra qytetarë dhe turistë krijuan një atmosferë unike, duke kthyer këtë ngjarje në një festë të paharrueshme për kryeqendrën e Veriut. Po shumë, hera e parë në Shkodër është mrekulli, nuk ka filluar ende, por atmosfera është kaq e bukur, ka kaq shumë njerëz, të gjithë të lumtur nga Izraeli. Faleminderit. Po, më pëlqen, të shohim. Po, e njoh nga radioja, e kam dëgjuar duke folur. Po, na pëlqen dhe shiko çfarë ekipi të mrekullueshëm ka. Po, më pëlqen shumë kjo atmosferë këtu. Jemi një grupecie që vim nga Madridi, nga Guadalajara, nga Spanja. Po, sigurisht nga Izraeli. Nuk e di cilin këngëtar, po çfarë koncerti është. Isha në drek dhe pash vendin, ndaj preferova të vi tani. Vetëm e kam si bitbynin, jam i rijes, jam i vjetër, jena krenar me Bujar Çamilin, Shkodra sot ka marrë pamje tjetër. Koncerti zgjati për disa orë dhe solli në skenë emra të njohur të muzikës shqiptare si Artiola Toska, Shkelzen Jetishi dhe Mateus Froku. Në përfundim të koncertit, Bujar Çamili nderi kombit falenderoi publikun për dashurinë dhe energjinë e jashtëzakonshme që dhuroi në këtë mbrëmje. Ishte fantastike, ishte një emocion jashtëzakonisht i madh. Nuk kisha parë ndonjëherë Shkodrën kaq të madhe të ndjekin një koncert të tillë. Unë nuk dishtëm se më të thënë drejtën se punë minuta është ka që koncerti ka marrua dhe jam pak i emocionuar nga kjo pritje mallështore e këtij publiku të mrekullueshëm, ku gjithmonë e ka treguar veten, sidomos në rastet e mia. Ideja e kryetarit që ta bëni koncertin para Bashkisë ishte një ide geniale dhe më duket se më doli më mirë. Edhe këngëtarët e ftuar e cilësuan pjesëmarrjen në këtë koncert si një privilegj të veçantë për të ndarë skenën me një emër të madh të muzikës shqiptare. Kënaqësi e veçantë që të jem në mes Shkodrës me Bujar Çamilin. Kjo është rëndësia edhe madhja dhe pesha e kësaj ardhje time në Shkodër. Jam rrit me këngë Spaj Gjakovare, pastaj Shkodrane. Them me plot kënaqësi që jam këtë qytet, sepse i kem dy qytete në shqiptari që kanë edhe muzikë të vetën, edhe humor të vetën. Janë Shkodra, Gjakova. Në fakt s'kam fjalë, sepse sot ishte nata e Bujarit. Edhe unë e thash edhe në skenë, sot ka ndoshta të gjithë këngëtarët e Shqipërisë të jenë prezent në këtë koncert recital të madh të Bujar Çamili, edhe isha shumë i lumtur që isha pjesë. Isha shumë i lumtur që isha prapë në Shkodër. E kisha shumë i lumtur që isha, si më thënë, dëshmitar i kësaj nate të madhe, të një gëzimi edhe të një atmosfere që dhurohet vetëm Shkodër. Publiku shkodran është i veçantë dhe nuk du ta zgjas shumë në këtë pjesë, pavarësisht që unë mundem me fol ta natën, por është një tjetër natë që unë kthehem në shtëpi me një ndjesi fantastike dhe me një dëshirë për të rikthyer përsëri. Ky koncert dëshmoi edhe një herë se Shkodra është jo vetëm qyteti i artit dhe kulturës, por edhe mikpritjes dhe festës.